Albi me mikrofon të ri. Na thuash Deri për çfarë? për ta për temën më të bukur në botë. Tema më e bukur në botë. Si është ish, mama? Fol tani. Mos u vën siklet, më tregoj. Siklet më të vëndë. Kemi sot të ftuar në studio personin X. Bëm blesëri. Personi X, kush janë aftësitë tua të veçanta? Janë shumë e çiltër. Personi X është shumë i drejtë për drejtë. Ja, se në ditët e sotme mund t'jetë dhe aftësi e veçantë. Ti je e çiltër. Vetëm ti dhe 1 bilion njerëz. Mbaj fjalën. Tani po mbanë mikrofonin. Ma mori mikrofonin fare, nuk do flasësh më dha. Shumë e veçantë. Është njëri i besës, më, jo vetëm... Normal, unë ju thash juve do vi dhe normal që do gjeja kohën të vija. Duhet ishim bërë ne gati. Po na ke sjellë një mik me vetë. Mik me lesh. Miku me lesh X. Mik i paruajtur. Këso. Po pra, tema për mamat. Po, që ka fix. E di si më duket mua Drini me atë të hapur ashtu plako, sikur kja vajtur për të rrufyer diku. Rufiani. Ke vajtur Rufeus. Po pra, ke vajtë të heqish mëkatet e prifti plako. Pa i qas bëva ki ditë vështira. Qa do i thuash priftit? Se unë jam prifti në këtë rast. Ke i mëkat plako. Kam një mëkat. Po. E ke. Dhe prifti e din dhe do që t'ja them. Prifti merret me llafe. Mos është gjë si loja mafia kjo dhe ti ke një rol caktuar prifti apo si është mua vete? Loja ime vëlla më vendos rregull, ke një mëkat. Loja jote dhe ke mikrofonin më të madh prandaj. Sigurisht. Çfarë do i thuash priftit? Priftit, unë prift varroban. Aso është ai prifti mo. Të dukem si një person që mbaj rroba unë plak. Jo, se prifti e merr sikur ti do zhvishësh dhe do e lësh rrobat mbi priftin. Jo, diçka. Duket si fillim striptizi plak. Nuk jam ai lloj Ja, prifti. nuk, jo, është orar kështu që nuk është me put kuqe më akoma. Është tamam. Është me puje shile. Si mendon ti që unë mund të mbaj rrobat më plak? Po jo më një rob kështu pardesyn zakonisht. Tani je prift apo je prifti ku vjen rrobat? Ore jam ai që bëj kryqin o vlla. Po si funksionon kjo punë tani? Puna e rrëfimit. Si është? Do fillosh atë kam mëkatuar. Po jo, kam fjalën ka një ditë caktuar apo mund shkosh kur do? Me natës. Gjithmonë prifti aty. WhatsApp, rrëfim WhatsApp. Kur ke diçka që të bezdis domethënë, edhe nuk po të zgjumi natën. Mund të shkosh natën, mund të shkosh. Ke një breng. Po prifti është 24 orë në suport rrëfimeve, 24 orë. Po ka turne, janë priftëri të ndryshëm. Po pse sa rrëfime dëgjon ditej? Po ku diun, domethënë, po ti si zërës është ora. Po këtu në Shqipëri ka dhe hoxh për shkak, se edhe hoxha dëgjon. Po zërës është ora është ora 3 natës. Po. Ç'do bësh? Do nisesh për në kish. Ke një hall, ke një breng. Dyert e kishës janë hapur për këto. Po. Po trokite, do vesh do tregosh mëkatin. Ti tani po e shmang pyetjen. Po ku diun mëkatin. Çfarë do të rrëfesh? Mëkati është Jo, për zotin nuk di çfarë çajoj më flako. Bravo, se edhe nuk para bëjmë mëkate. Po bra, jemi ëngjëj. Ose mëkate që jemi koshient që i kemi bërë. Ndoshta. Kalova, ja e gjeta, kalova rrugën me të kuqe. Kjo është për job. Kjo është direkt. Kjo është për të thënë 5 herë si. Jo më këmsor, ashtu nuk do e thoja. Shpëtova. Jo më ka job dhe për këmsor. Kam edhe gjo për këmsor, pse, ku vete ti? Jo po, din mes rrugës ti dhe bëj çfarë duash. Është gjëba. Plako, tani, me atë që ke bërë ti, është 5 Ave Maria edhe 4 Father Holy Christ.
Po, do ta them në anglisht Father of Christ apo. Sa dënimi i rënd do burr. Mendoj të kisha bërë një, ku diun, ta kisha kaluar me makinë të kuqe, jo. Kisha kaluar me makinë dha, kishte ardhur. Ta kisha kaluar me makinë të kuqe, akoma më keq. Të keshi makinë të kuqe. Kam pasur një makinë të kuqe. O? Po. Po Një pse? kështu. Po ku diun, e more babai, nuk e mora unë. Okay, është Jo, po. si Edhe unë kam ime. pasur vishnje të babait. Vishnje, nëse di si ngjyrë. Po, jo, është ngjyrë e bukur, po mendoja kush është më e bukur, e kuqja apo vishnja apo Kam përshtypjen vishnja është pak më e bukur. Di. Jo më e bukur, po Pak e bukur. pak e rëndshme në sy. Po, jo, e kuqja binte, por nuk më kanë kështu, ishte makinë e vjetër nga këto 93-shit. Ngisje me kanatiere apo kështu? Jo, më aty. Plus normale. Ajo ka qenë tipike plako, kanë atje varse Floriri, po mos t'i kishe. Si ishe po. njeri me makinë. Vlorë sidomos. Se e ke parë atë intervistën e Zani Çavushit, që kanë gjitur njërin në Sara, e ke parë ti? Jo, nuk e kam parë. Se ka parë Mr. X Sara. Se ka parë Po, pse se Sara nuk Mr. X nuk e vuri Mr. X. Mr. X, jo Sara. Hajn. Ha më shok. Shok. Mirë se Lufte. mirë se u rim lodhëm. Look. Si rimishërimi. Po. Fjallë e vështirë. Po. Do me thënë Çfarë? doni tani su pyetin apo Po jo, doni ta bëni ju pyetin? Ja ma morëm vesh pa tani. bëjmë sigurisht pas skenar. Kur të vërtet është pas skenar. Po, Thjesht kishim një provë përpara. tani si ishte edhe një. Nëse ti rimishërohesh. Po, shiko, jemi se e gjithë ideja është e rimishërimi, nuk e dini a besoni apo jo në rimishërim. Po, s'ka gjë. Po s'besuat e ke pasur nuk pyetin do e bëj gjithsesi. Po. Edhe qose do ishi tani në SBA plako. E kupton, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe do zgjidhni një etni për të rimishëruar, jo më do me thënë atë që ju jeni. Po. Në një Jo më shqiptar në SBA. Si ndjeni për shkakun? Ndjeni shqiptar të New Yorkut? Shqipet e New Yorkut. Po, nuk do jeni më shqipet New Yorkut. Do jeni më me unikatilit. Do me thënë, ti po thua që ndodhë rastësisht rimishërimi, apo e kemi në ndorë tani, na jep një menuaj dhe thot, qa do marrësh? Ke bërë gjëra shumë të mira gjatë jetës plako, Po. edhe ke fituar ca kredite. Kë kam bërë unlock? Të zgjedh ti do. Kë zgjedhun. Një avatar. Zgjedhë një të vështirë më këto indigjenët e kuq të Amerikës. Pse pikërisht ata plako? bëjmë- Qa pros and bëjmë cons vështirë. perks ka një indigjen për shembull? Ma duken kështu njerëz shpirtëror edhe kaq. Ke kaq. prot. Kaq. Koncat e thash që do jeti çike vështirë se Po si do e kishe Lagëpin indian. Kështu pseudonimin. se di se Pseudonimi. se ka menduar akoma, ta mendoj do ta them Do më një vonë. emër qeni dhe një sëmundje. Edhe del zjarr. Merr të dy gjëra në mend, po i bëj skip. Një emër kafshë. Një emër kafshë dhe një smundje? Po. Do me thënë kafsh apo për shembull siç mund ta quaj një njeri kafsh për shembull. Mund ta Jo, quaj një emër kafshë dhe një smundje Po. do jetë Merri, pseudonimi yt indian. po, Shqiponja? E verbër. Shqiponja verbër. Po një synet. Zjarë. Shqiponja verbër. Arma më e fortë e Shqiponjës që është Për zotë shikimi shqipimi larg. e umbi. Umbi direkt. Ama kthejtrat, Po pedikyr. smundje kështu më, smundje mendore, Shqiponja që s'ka kujtes. Shqipoj rakitike. Shqipojnë pa kujtes është si e dal nga një telenovel spanjolle. Shqiponja që ka humbur kujtesën. Po,
Po pastaj si vazhdon apo kaq. Ore, po Pastaj vjen shqiponja Me e kujtes. dashur që thotë s'më nje mua, shqiponji, pa kujtes. dy shqiponja, ne jemi dy shqiponja. E pastaj ky del sikur është njëkohësisht edhe fëmia dhe i dashuri, asaj shqiponjës tjetër. Telenovela shqetësuese. Shqetësuese, Shqiponjë me verbër. shqiponja e Me verbër. pedikyr. Ponja. Okej. Po ti Albi si do ta kishe pseudonimin? Thua i kafshi sëmundje. Ka smundje. Plagëm ka be shumë pa përgatitur. Të Po, verbër mos ka dhe gjë. arrim atë humbjen e Del kujtesës pra. e kam zgjedh dhel pra. Po, jemi një smundje që e zë dhelpër. Dhelpër e tërbuar, tërbimi. Dhel pra shurdhe. Ose dhel pra qiltër. Dhel për e besës. Smundje. Dhel për jo dinake. Dhelpër e kapi rusht. Kënga e re muzikut. Dhel pra jo dinake. Që nuk është muziku. Okej. Atëherë ti do ishe indian. Po Një prit digjet. se nuk shpëtove pa kafshën tënde të smur. Miu impotent. Miu impotent. Po pse i potet? Po se ajo është aftësia minve më e madhe, të shumojnë shpesh. Ço Që thua? që një mi impotent do ishte një mi keq. As macës do e kapte. Divine gjina. Për Po, zotin. as ato, Për çamo ty. As- Ç'të as- kapësh ty. as ilaçi minve s'do e zinte. Është impotent, por ama është potent kundër Ndaj ilaçit. ilaçit, po. Ka dhe një të mirë dhe një të keqe. Është mi kompleks, por si do ishte ky serial i miut? Që nuk e kapi Në Vision Plus. Po është impotent. Është se ajo pyetja, do doni të ishit impotent dhe të kishit shumë lek apo? Se di pse vajti mendja të i pyetje tjetër plak. Po jo thua, s'ka gjë. Ka gjë më e ati si pyet, E do mo, t'ja di si s'ka gjë. Jo mo e Jo, jo, dhe po një. ç'keo e presim, nuk jam i rëndësishëm unë. Shikoj, ti si do ta bëjmë, Kur e plak. tha, jo, kur e tha, më duk sikur tha. Jo, jo, kur e tha, nuk do ta lëm as ti ta bësh pyetjen. Jo, është thjesht shaka plako. Që më mirë të biesh normal jetë vritesh apo Aha. e ke parasysh ashtu më duk. Çfarë shkëlqim në dritës. Ashtu më duk pyetja jote plako. Bëj edhe një pyetje. Bëj një pyetjen që të ta ndërpresim. Se e kemi Po këtë. më fuqi. ndërprit pa e bër. Tani unë s'besoj ta mbash më në pyetjen. Pyetja ishte kot. Si ishte? Ishte impotent apo do me thënë dhe lek pa fund apo i varfër fare dhe jo impotent? Po i potent o plak edhe lek pa fund. Po ç'do më, ç'do bësh? Po s'do bësh kalamaj, o bur jem rregull. Po Jo, për vjet jo, impotenca është gjë tjetër. Ah, okay. Se shka ke një dhura. ç'di përdorësh gjithë ato lek. Okej. Bëjmë edhe pyetje për tabelën e shumëzimit, plak. Kam përshtypjen që Mund të ketë keq kuptime? Si gjithmonë, normal. Okej, Alba. Jo, se s'është Impotent lulbaca. është ai që sa do të fare lule dielli, plak. Pa i qëruar në dorë. Impotenca është Jo, po kur që nga e vështirë, domethënë si pyetje. Tani që po e mendoj. e ke parasysh ato urat me dru që kur kalon fillojnë edhe që shformohen, jo si urat me beton. Nuk rrit dot drejt. Nuk rrin do të drejt ato urat. Okej, kjo është pra. Dashur, Albi. E ndroj përgjigjen time. Okej, si do zgjidhje? Si do zgjidhja? Çfarë do zgjidhje? Potent me lek do zgjidhje normale. Ore, po mirë, valla. Po për shembull, Se s'vini dy alternativa bomba dhe të zgjedhë. ajo, dhe dyta plago për shembull, po të kesh lek se Po. kuron do t'i potenca. Po jo pra se të kanë ngecur nga maokimia, është o njëra o tjetra. Se bëndot se del pyetja pa vlerë fare. Po pra, Duket sikur ai që ka bërë pyetjen se s'ka menduar fare për po pra, pyetjen. si ajo me gjinin që lejohet 1000 pyetje tjera. Ah, okay. Okej.
I parë. A di ku ishim? Jo. Ishim të Rimi Shërimi. Ua, Në Amerikë. nuk ndruam fare muhabet. Për zonë. Rimi Shërimi. Mund ta hapësh në Shiko, hartën gjeografike të Rimishërimit jashtë Amerikës? Jo më etnia plako si në SBA për shumë unë të thash ka shumë etnise. Vetë shteti SBA ashtu është shkruar. Tani ti mendo, ke europian, do me thënë europian nga më të ndryshmit, ke latinët nga më të ndryshmit, ke pjesën e Afrikës nga më të ndryshmit, ke kinez të ndryshëm, Pas njëri më do vas me thënë pëlqen. aziatik të ndryshëm, i ke të gjithë më valla. E parasysh, prandaj kjo e Nuk më pëlqen përgjithson SBA-ja shumë. mo. po mirë më tani ku e Mirë, toti. okej. Qa shteti unë them, do, valla? Shtetin ta lejojmë ta ndrosh. Po pra, Ti mund- zgjidhet nin nga Amerika. Pastaj je emigrant. Aty do të vesh. E mo po ja s'ka që prap me që ka nga Amerika vetëm indigjenët po mbroj si Po. etnicitet. Po ti dhe. Zgjedhjes shumë e saktë. Unë them drejtën nga etnit në Amerikë do zgjidhja Drum roll, të bëj please. dikush Spans, Ledion. nuk e di, do s'më pëlqen asnjë etni, të them drejtën, po do zgjidhja latin. Latin. Po, Pse pikërisht latin? mendoj se është etni që na përshtatet më shumë ne shqiptarëve. Qose do kishe një etni, do ishte Do me Latinët. thënë ti mendon veten si një kolumbian. plago. Çfarë është? Kjo pyetje në këtë Po nuk ka moment. rëndësi më, shiko, unë e mendoj veten si në latin, si që i mendoj unë latinën. Të bukur, me ngjyrë pak, jo shumë që të nxjerrin jashtë Nga të drejtat, Po, nga konventa po. e të drejtave botërore. Jo që të kesh kontroll e shtesë trupi, po Se besoj që me latin plako u shmangish kontrolle e shtesë. Deri diku. Jo në fare, Amerikë, pra, tham sepse shteti ne- është Ne okay. zgjohem se po ti jesh etni tjetër ku do të shkosh, Do kontrollohesh. po normale ke një lloj paragjykimi. Edhe do të di ti bie kitarës. o, do sa ditë bukur do shkërcesh. Do ditë kërcej, do vishem bukur, me xixa. Do të Nuk e di, tequila të po, ditët. tequila, sombrero në kokë. Ku di gjën, do ishte super, një kamionçin kuqe, pak ndryshkur plak. Se di, Do të thosh oje papi. Oje papi aty. Te quiero mucho. Te quiero mucho, serenata pa fund. Ba. Po, Do ishe kënaqur. do plako. ishte super o plak. Po të qoj që tani kërkes për të shëruar të ky latini, Latino, po. Bet Bunny. Po përshkruajmë Bet Bunny në pak fjalë. Mirë, Okej. pëlqen. Atëherë tash të kam mbetur vetëm ty plago. Unë do t'i kisha hequr të drejtat e mia, plako do isha bërë zezak. Ah, Vetëm për një qëllim. për çfarë Për çfarë qëllimi? qëllimi? Plako. Të gjithë e dim. Të gjithë e dim. Të gjithë e dim, por Qëllimi. publiku ndoshta nuk e di. Askush se prek Po, pra. Më pëlqen repi, plako. Okej. Të pëlqen repi. Okej, pikërisht. atëherë Pëlqen përshkruaj të ziun tënd, si do ishe. Si do isha unë i zi. Po. Duke patur një ritëm plako. Sa i gjatë ndjeshur. një herë? Po normale që zezakët janë gjatë, se janë ata nigerianët, ajo këta Ah, të Afrikës te. Ata të gjatë na 2 metra. Edhe nigerianët. Janë shkurtër, Jo, zip, nigerianët janë goxha të gjatë. 1.75 në sataren. Po mi unë do isha nigerian i gjatë. po. Do flisja në mënyrë letrare, se ata ashtu flasin. Edhe po, Shikime Okej. të dyshimta në këtë moment në Po. studio. Të shkolluar. të shkolluar, po. Po. Edhe jo mos e bisha ka. Thjesht ide ishte që do vishesha në stilin e tyre, se më pëlqen stili i tyre, edhe më e rëndësishmja është që do kisha do Nuk e di kisha Nise. Pëlqim dhe djevit. Po.
Po që vetëm për atë gjë plaku do i hiqja të drejtat e mia. Kjo gjë do isha. Vetëm për të mos përdorur kremin. Po. Diellis. Kremin e diellit. Ai një plus. S'do kishe nevojë për ato reklamat që dalin kështu, Po. a ke nevojë të zmadhosh kremin tënd për diellin. Do ishte të ecja në trekëm rrugës pa brek. Jevja më mikrofonin qenit plak. Prija më që tani. Zotin, po sa më plak, si ja bëjmë ne tjerët që nuk jena. Po pra. Po ban brek bra. Okej. Po, tema goxha interesante. Nomi. Ti çat tema. Po, e morën vesh kush nga këta racat është më i favoruari për çfarë? për kundra diellit pra. Okej. Mirë se deri më për shkakun me racën që zgjodhi plako, është kështu në mes. Indigjenëve nuk ja di njeri. Kemi parë sjerë. Ka indigjen. Indigjen. Se unë zgjodha si përfundim. E të ndryshon kështu, merat e të shokut. Ju impotent. Në fillim zgjedhi me të nin, pastaj bëj një shur random, dajmë random. Mund ndrosh dhe kafshën, mund marrësh del për në çiltër ose shqiponjën e verbër. Imagjino tani rimëshërimit funksionoj kështu. I thua ti pëlqimin, çfarë dua të bëjmë? Edhe ai të fut një grup me 10 veta dhe të dalë pëlqimet e tjetrit. Edhe është duke qeshur. Pjetri duke qeshur. E ti bësh një gafore blu Se gjeste. kush ka zgjedhur gafore blu plak. Se dikush ishte për Gafore blu në akvarium. Që për 2 ditë do hahesh. Se po të ka porosit një i bardh që s'është asnjë nga ne. Po pra. Se e kishim ishte kështu too much. Abused, overused. Kemi shumë të drejta plak. Çdo 2 muaj atje prapti. Për zotin. Urimi shërur. Për Tani e zotin, flutur amajt. Isha ajo gafore. Era fundit ishte trisht. Pse qa ishte? Se më bën sallat me ananas. Ti ishe salata apo ananasi? Ananas ishte akimi. Qa tema kemi bërë rimëshërimi. Unë se them do të rimishërimi. E plakun kështu rimishërimin na kinezët e kanë me tërmend që mund të rimishërohesh në një kafsh tjetër, domethënë. Domethënë, jo në kafshën njëri, po në kafsh. Po. Jo në kafsh njëri, domethënë, na sa mirë ke bër, Po kështu gjëra deti? të ngrej në nivel, por edhe gjëra deti. Për shembull, se ku e dëgjova domethënë. Për shembull, indianët e kanë që nuk e han lopën. Se mendojnë se është i rimishërimi i të afërm me tyre. Çunxhaxhi. Jo, Po bra. po pse vetëm lopën? Vetëm lopën kanë të shenjtë ata. Domethënë njeriu me sa di unë u bë nga lop. Kur sillet mirë. Po, kur sillet mirë. Kam qenë vetë në Indi unë, çfarë thua? Më plak, na fol çik për Indin, si do duk India, domethënë, çfarë si do duk kultura, ishte ajo që prisja apo ishte Kaçin se takova, se ishte larg e Kukullova. Donte 2 orë me avion edhe 1 orë me makinë, pastaj domethënë shkoj dek e Kaçi. Po aty ku isha unë ishte si do të merri avionin pastaj të merri makinën. po, Ishte ishte e madhe India. Edhe aty ku isha unë ishte kështu si një Tiranë e 2 mishit, që ishte qytet i madh. Edhe në çfarë qyteti ishte plak? Hyderabad u quante, se kisha dëgjuar ndonjëherë, ishte qyteti 4 më i madh në Indi. Edhe ishte si Tirana e 2 mishit, kishte domethënë njerëz si ato video që shohim që janë 4 veta me motor. Po. Në fillim fillova të bëra video, pastaj dolën shumë të zakonshëm. S'më bëri më përshtypje. Kishte nga këto tuk-tukët që transportonin njerëz, morëm tuk-tuk. Janë zjarë ato plagë, shumë lezetshme janë. 1 kilometër e zgjys 500 lek, të vjetra.
I lam 1000 lekë u gëzua shumë. Ishte i veshur kështu i goxha serioz. Si ai la punën. Zotin. Punoj më Sot jo. do hap E nxora ditën. Tuk-tukve. Shumë rëmuj. Ndihesh kështu varfëri apo jo? Kishte. Domethënë gati 99% e njerëzve duken që ishin të varfër. Ishin varf. Po, trafiku ishte i tmerrshëm, ne qajemi kot për trafikun e Tiranës, aty kishte domethënë 2 korsi ishin bërë 7 se kishte motora, makina, vetëm buri. E përdonin burit për të sinjalizuar tjetrin, pra ti ishin me 4 makina anash dhe 3 motora, dhe i bie buris që 4 këto dhe 3 motora ta kishin mendje që po kaloje ti. Po kështu bëshin gjithë. Dhe kishte domethënë vetëm simfoni burie dhe ishte gjën vete. Varfërin ndjej dhe kishte çuditërisht kishte edhe domethënë njerëz që ishin shumë të pasur saqë kishte komplekse pallatesh ku shtëpia vënte 1 milion euro. Dhe se si zonë kështu. Po, zonë e pasur e qytetit, këto zonat që kishin ardhur gjithë kompanitë jo Google, jo. Këtyre I bëjmë reklam, s'ka gjë. Jo Google, jo Microsoft, JP Morgan, gjitha që janë këto Intel e tjerë. Kishte kontrast, e shikoje domethënë. Kishte. Qendra e qytetit ishte shumë e varfër, domethënë ishte komplet njerëz që visheshin shumë thjesht, edhe çmimet e rrobave për shkakun të gjë xhinse 3 palë 10.000 lekë. Se thim jinxe. Jinxe, jo jinxe. Pra. Edhe ushqimi ishte shumë, domethënë vetëm gjëra pikante, ato hanin dhe në mëngjes. Kishin ushqim pikant, pra cilin sup pikante që me mëngjes. Pse çdo gjë ishte pikante. Po thuaj se çdo gjë, domethënë kur i plago duke pikante. Kur I thoje mas jo pa pikante, po thonin ti që se si duhet ndaloje mes ushqimit, mos haje mos, nuk haje dot më. A e haj dot domethënë ushqimin e tyre? A konsumohet? 2-3 ditë. Pastaj nuk e di, ishte shumë kontrast. Po çfarë alternative do të haje pastaj? Do haje, ato as buk nuk kishin. Nuk përdornin bukën. Përdornin buk. Jo, ato kishin një si pite, shumë të hollë, si pite krepash. Pite arabe. Ishte më shumë si pite krepash sepse nuk ishte e thatë. Ishte domethënë si pite krepash, që është çik si nuk është e thatë. Me këto që bën këto burr. Dhe atë e përdornin për të ngjyrë gjëra, domethënë që ishin po pikante. Kështu që do haja atë maksimumi me një kështu kos, nuk makarona nuk kishin fare. S'kishin makarona? Jo, makarona fare. Në një supermarket vetëm pash një pako tek makarone pas një kështu label. Nuk ishte asnjë shkruajtur. Ishte vetëm qese transparente. Bën kaçi plan. Ishte vetëm. Vetëm me makaron që pash në aty. Kishte skaduar në 2000. I kishte ikur gjithë shkrimi. Jo, atë makaron nuk e kemi përqitur. Shkot. Ekspozitës. Po. Erdhi njëri na e la një herë kështu. Ushqime egzotike. Kishte një restorant që ishte restorant europian. Pra, siç kemi neve indianin këtu që vemi hajm ndonjëherë, ato kishin një restorant europian që venin hanin ndonjëherë gjëra që janë në Europë. Aty gjetëm ushqim domethënë që kishte pica. Kishte pica. Ky restoranti po që ishte në gjithë qytetin ishte vetëm një. Po mirë atëherë. Po, shpëtuam. Çmimet si ishin aty? Aty nuk çmime europiane, domethënë 10 euro një pjatë. Aha, okay. Ishte I shtrenjtë patjetër për indim, po jo, domethënë i thani indianët këtu. Kishte edhe indianë që vinin të hanin. 10 milion vetëm në 11. Normal, sa jo është bërë për indianët faktikisht. Po. S'është bërë për europianët. Ti kur shkon në një vend normalisht që gjëja e parë që do bësh provosh ushqimet e tyre. Po çmimet kështu, domethënë kur hash në restorant tjetër, në restorant themi po të mirë indian, po jo kështu, jo luksi, në krahasim me indianët, domethënë mund të haje 6 veta dhe na shkoj diku ke 36.000 lekë. Tavolina plot, të ngrënë me të pirë. Po. Jo si këtu që ka vajtur dalësh jashtë tani pa 15-20.000 lekë personi zbët u aftaq. Në fakt është shumë shtrenjtë. Edhe po diskutoja me dikë për një lloj burgeri që kanë hapur këtu në Tiranë, që është diku te 12.000 lekë. E njohim ne, nuk përmendim emra. Nuk përmendim emra. Se s'ka rëndësi edhe emri, po që po e kemi ngrënë. E kemi ngrënë. Kam pëlqyer. Po është
I këndshëm, po jo aq sa për Sa paguar për 12.000 lekë për atë. Se nuk është se të ofron ndonjë shije kush e di se çfarë nga këto burgerat e tjerë. Po ai po theshte me pak fjalë që të njëjtin burger i kishte provuar edhe në New York dhe i kishte bler për $10. Tash imagjinon Tiranë 12.000 lekë vjetra dhe New York $10. Po. 8.000 lekë. Është si tjetë këtu 2.000 lekë burgeri. Është të mërshme, që New York mbahet si një vend I shumë shtrenjtë. shtrenjtë. Edhe këtu tani burgera, ne jemi mësuar atëherë me hamburger. Nuk kishin se tani është koncepti i ri ky burger. Fjalë po. më e shkurtër. Po, ne kishim hamburger. Hamburger me qa do, me qofta, me salam. Me salam se imagjinon sikur sa kishte thjesht atë felën e tostit Po, salam. dhe një fel djathi që varej pak jashtë. Po, me qofte ishte kështu qebab. Qofte ishte më shtrenjtë. 1.000 lekë, 500 lekë me salam. Apo 700 lekë nuk 700 lekë me qofte, po. Edhe aja aty, edhe e gjykoje bile. Jo, nuk ishte e mirë. Të fliste vetë hamburger, po 700 lekë. Lekë më bëra. Po jo, ma Qa ja. pas ke qenë. Po pra, më kritikon mua, jo, po ishte pak e kripur, jo, po 700 lekë, jo, burë. Në gjimnaz, mbaj mend kishim një non neve, që nona i thonim, ishte një vend 3x3, kishte një plak aty dhe bënte sanduiça, ule bashkë me ne ajo, se aq 5 veta futeshim brenda. Ja, Kishte bënte një live. tost live, kishte një tost aty, domethënë, dhe ti Po. ulesh e kishe një tavolina 2 maksimumi. Ajo me 1.000 lekë hashe sanduiçin e madh, domethënë, bangon gjimnazi që. E fuste aty brenda ke tosti, ajo nëna boj tjetër i thoje, e mbushe me ketchup aty dhe Po, kjo po, ishte. ka qenë eksperiencë. Kjo ishte super. jeta, po. Për pushim të madh, pushim Ajo, të madh. e pra, ndërkohë që ajo dhe entë si që diste një çarape leshi, ndërkohë bënte edhe sanduiç. E super nan. Super nën. Tani pa 4-5.000 lekë Jo, burgeri është rritur zgjendet. Është rritur në proporcion të shdrejt me atë çka merr. Në Vjenë më i shtrenjti ishte 15 euro. Më i shtrenjti Bërë. Vjenës, po. Po, pra, po. Që është Vjenë dhe po e hajër aty në shesh, domethënë, dhe Shtrirë. Shtrirë, plago. Në shesh. pasi e hajë do shtrihesh Po se pse imagjinove që ishte shtrirë? Se ta e haja aty në shesh. Dhe... Po, në shesh mund të rish edhe në këmbë ose ulur. i shpërdredhur. Në këmbë i Po shpërdredhur. se e ke parasysh që mendova në shesh do të një gjë kështu që ti Po, do ishe shtim shumë kur thua rri në shesh, po. edhe do rish në shesh. Dor- Jo të vesh për shembull të ulesh në park. Aha, Kupton, do rish në shesh. Okej, e pa kuptuar. E pa Po, as mua e Ka. vështirë. Në shesh. Kur rri në shtëpi nuk do vedesh në park Gjithçka. Do të gjithçka. dhe asgjë. Kako, me që na kujtove gjimnazin, kishte dalë një video një mësuese këtu në Kamz. E pat? Po, Që që i shante... Bosa gjithë i raf ajo në klas, Po, s'ka njeri bravo. pa raf, edhe atë që po filmonte. Liçeni i kujt më? Dang, Da, dang, dang. s'tu kujtua tani. Ishte e çuditshme. Mua faktikisht më dhim s'pak ajo mësuesja. Nuk e di se Dgjoj, ne kemi ngrënë ashtu, Po. besoj edhe neve kemi kaluar te këto mësueset të normale. tilla. As Albi po qesh, nëse se dëgjoni. Po kujtojnë traumat kur ju po flisni. Po kujtohet sa liçenës mbaje mend. Sa herë më ikte dora keq kur bëja an për shkakun se duhet të shkruaja emrin edhe më dilte nga kuadrati. Po, Jam rrallë. Faktikisht ça lloj domethënë pse duhesh ai bukur shkrimi aq shumë se i më shonin goxha edhe në shtëpi për shkak nuk shkruan bukur, nuk. unë mendoj Pse se ishte i rëndësishëm të shkruaj bukur, se këtë se kuptoj.
kam menduar edhe herë tjetër se Ose ka menduar ata që do kemi pas kompjuter besoj. po jo vetëm, unë mendoj se ka qenë dhe që të fusin një çik kështu, domethënë ke korniza që duhet na bindesh neve pavarësisht se ç'do të themi. Bëj aty. mos fillo të bësh pyetje. Ti në aplikim për punë, unë ditë të shkruaj bukur. Dhe të shkruaj brenda 2 vizave të fletores, gërmën D. Pjesën e vogël e bëj brenda, pjesën e madhe e bëj po brenda, po ke pjesa vet. Edhe gjën e bëj bukur. Po. Okej, je punësuar. Që e lavatrice në 4x4. Firmos tu. Brenda Po, kuadrat. po mendoni domethënë se unë jam në parim kundra dhunës, po dhe mua më erdhi çik keq për atë mësuesen se ajo është brez tjetër dhe Është pra, kjo është puna, shiko. Po t'ishe, domethënë në këndvështrimin e prindrit, normale është pak e vështirë të shikosh të kesh fëmijën aty dhe të shikosh ta trajtojnë në atë formë, ta rrajnë, sepse ishte edhe dhunë psikologjike dhe dhunë fizike. Por ama, kur e shikon edhe atë mësuesen, e kupton që nga vjen, nga është mësuar, edhe normale që nuk e di, nuk doja të shikoja dikën në atë gjendje, të bëj ato veprime se e di se do gjykohet shumë ai person. Kjo mësuese do sepse qëllimi nuk është i keq. Pra qëllimi nuk ajo donte të ndihmonte pavarësisht se në mënyrën e gabuar si e ka bërë, sepse po patjetër shumë e gabuar, po vjen nga një brez që ashtu kanë bërë gjërat dhe po nuk pati domethënë një lloj qoftë edhe trajnimi, ndryshimi mentalitetit mësuesve dhe ato njerëz. Nuk dua ta justifikoj fare absolutisht dhunën. Jo, po tentoj të shoh pikpamjen e asaj, pra mos t'i biem direkt në domethënë ose se për shembull nuk është se ka dështuar vetëm ajo në mësimdhënie, por janë edhe është gjithë sistemi, patjetër. Komplet si shkollë se i bie që kjo nuk është kontrolluar kurrë se si jep mësim. Ose është pranuar i bie që edhe ata të tjerët janë në të njëjtin nivel. Ishte shkolla në Kamz, duhet të thënë, faktikisht. Po, unë mendoj se ndodh. Gjithsesi. Pse prindrit tanë atëre kur u thoje që më ka rrahur mësuesja të thoshin mirë ta bënin. Nuk e kam kuptuar asnjëherë. Po drejt më kishte mësuesja me ty. Po tani unë të thash plago. Unë me tërmend mos din tabelën e shumëzimit, po s'kishte pse më rritë mësuesja. Shko, mënyra e edukimit ashtu ishte. Domethënë edhe prindri ashtu të edukonte. Nëse do të mësoje një mësim, normale do ta merri duke u rrahur. Do të rrahej një herë dhe ti e mësoj atë gjë, mos ta bëj asnjëherë. Kështu që prandaj jepnin edhe leje mësueses. Nëse se edhe kishin besim faktikisht. Unë mendoj që mësuesja nuk kishte nevojë fare për leje. Mësuesja kishte leje në xhep. Jo, më kishte leje nga shteti në Po. Të ka rrahur mësuesja Me vizore. Me Ristela plako. Kanë qenë ca vizore hekuri. Kam pas druri. Me vizore hekuri. Mirë, ashtu, po, ja, shikon që për shembull të mbesin traumë, do. Po normal. Po imagjino, ajo thonte edhe o koklop, ke rënë qytet, o çfarë si u thonte kjo mësuesja Kamzës. Është edhe psikologjike. Do të mbet traumë të fut. Si ke rënë qytet më? Po pra, i shante që do kishin ardhur nga larg, a kupton? Imagjino plago të çajin Kamz. Po. Imagjino të çajin për një fëmijë të vogël është shumë e rëndë. Po, e vërtet. Se nuk e bën dallimin nga kolektivi. Po, shiko, me thënë drejtën, edhe unë dua ta ndaj një traumë të tillë, me që është vendi i ndarjes së traumave. Unë kam bërë klasën e parë në Fier, të dyën e kam bërë në Vlorë. Edhe kur kam vajtur në klasë të dytë në Vlorë vlla, më thoshte më vetë mësuesja më thoshte Ola Luc plako. Unë vlla s'doja të veja më në shkollë. Futesha poshtë krevatit, mos më kapte njeri. Edhe më kanë nxjerrë mamaja me shkop vlla. Vetëm për të vajtur shkollë. Ç'është La Luc? Është e keqe? Një tip ofendimi që i bën Vlora Fierit zakonisht. Është shkot, nuk është se ka ne kuptim. Nuk di të ta them domethënë fiks kuptim, po thjesht s'pëlqente. E kuptoj që e kishte me të keq, me të futur. Është diçka me ofendim domethënë. Se kontekstin unë normalisht nuk ja di. Ti mban mend këtë gjë, mban mend shumë mirë.
Domethënë e ke brenda vetes. Po. E ke brenda vetes plak. Brenda e kam pas. Tani do të zora me ju. Kjo është pra se dashi pa dashi ne nuk e kuptojmë se nga na vinë këto pasiguri. Po janë nga këto lloj traumash janë. Jam shumë dakord. Imagjino një mosh vogël thotë ajo ti si e jaft. Ti ose ti je ndryshe nga këta të tjerët vetëm se vjen nga një vend. Imagjino që Ti pren krahët. Po. Atë gjë do ta kesh gjithmonë ti. Nuk e shmang dot. Është vërtet, domethënë na ka ndikuar jo vetëm ajo psikologjikja që thoshte çante zysha me çfarë vinte kreativitetin në mendje, po edhe dhuna. Jo, në familje ka qenë Dhuna në familje po dhuna në zysha. nga të gjithë mo. Kush Sa dhun ka pasur, ka kush qenë kishte Ma hap të dorën. Është normale fare burr. Po Zdje lexoja nga t'ja mbaje vlla. Bile edhe kur të komplimentonin, as sa djali mirë i ti e ban shpull pas kokë. po mendoni se domethënë se unë po lexoja para 2 ditësh rastisht për Spartanët dhe ato kishin njëjtën mënyrë edukimi që edukonin para 2000 viteve me traur. Pra e raura inkurajoi dhe mua më duket sikur po lexoja për para 20 vitesh, mo, jo para 2000 vitesh. Ishte përdorim edhe ne. Ishte inkurajonin dhe Po, mësuesin që të rrifte vërtet Spartanët para 2000 vitesh dhe më dukej shumë kështu, Po shumë. jo, po ishte domethënë raje si racion raje apo Jo për edukim. Po pra edukim. si kur s'bëje diçka sak, disiplinë. Disiplinonin. Po pra mbaje shpatën drejt më plak. Se Që preva shumë si baba gjyshi keq. Dhe mo, mikrofon. Për zotin. E të ka fajnë dëshirën. Po, tani. plako mua edhe çik do më zër gjumi po ndonjë. Një valla. çik do të çosh e kam në tjetër. Do përfundoj këtë podcast. Vetëm me pastirma. O plako. Avion. Qa thua? Me pas tirma thot ai biri botës. E kupton çfarë më thua më plak. Qëllimi i Albit në këtë podcast ka qenë 1. Të bëj pyetjen për shërimin, 2. Të thotë unë duhet të isha se zak. I mbaroj këto dyja. Tash vazhdoni pa merak. Kishte edhe të tretin. Pse më rrinin? Se, po, Po isha i vogël. Pse rritem mësuesja. Po këta turistat o valla që vinë në Shqipëri se na rastisi sot një tip shumë i çuditshëm valla. Do të thonë shumë i droguar. Po, na thuaj më pak. Ishte këtu tek kafja ku po pinim sot. Edhe erdhi plako, kështu pa të keq fare, po fliste me kamarierin për të marrë një lëng portokalli, Po. edhe plako iku pa paguar, po ishte i droguar shumë. Edhe i vajti kamarierin na mbrapa, bjer legët i tha. Edhe vajti edhe ja theu, se s'dinte as t'i ja thyente legët, domethënë s'dinte si t'i jepte legët. E ja theu në dyqan, domethënë. Ja theu kamarieri. Kamarieri. Ishte pak me problema. Edhe njërë plak. Tash ky ishte i droguar. Po. Ose Duke si i droguar, ose ose me probleme. me problem, mendore. po jo mos e ai era 7 herë vendi do burr. E pa të dy. Po. Okej. Tregoj më Shumë. mirë drini. Shumë punë fare. E mo Pse erdhi me aty zomo mbrapa, porositi një lëng portokalli, nuk e piu çerekun iku. Pas çereku mo. Iku po rrinte 10 metra më andej. Doli kamarieri gjithë kështu, siç dalin kamarierët tonë. Mo, ju thash që s'duam këto turistët. Edhe pasi tha këtë komentin e pa atë që ishte aty 10 metra, iku si tha, shive tha t'ja marrun iku, ja mori lekët. U fut kesh supermarketi, që s'përmendim emra. Ja thyu lekët, edhe i dha kusurin. Edhe ai tipi pasaj vazhdoi rrotua. Më pëlqeu shumë narrativa jote plak. E the shumë bukur. Po jo më edhe pas e më ndihmove ti prandaj se po mos. Sa ma bën qefin plak. Po Je jo shumë i mos mirë. çefi është punë merite po se. E mbjellim. Ciao. Ciao. Puç.